tjerë të cilët kanë qenë në marrëveshjen e Kumanovës. Kujtojmë që në marrëveshjen e Kumanovës, kufirin e Kosovës ka qenë jo vetëm ky kufir, mirë po kanë ushtria jugoslave dhe forcat e policisë së Jugosllavisë në atë kohë nuk kanë guxuar 5 kilometra më afro kufirit Kosovës për shkak se kanë pas një moratorium, i cili është ndryshuar ndërkohë pas uljes së tensioneve dhe tash edhe policia e Kosovës po dhe policia e Serbisë mrin mu afru në kufi. Këto masa nuk janë imponu prej KFOR-it dhe prej misionit të NATO-s dhe mendoj që ne duhet si qytetar tash veç jemi duke u përballë me situata ku duhet me prit me ditë tona derisa të marrim një përgjigje prej autoriteteve që është NATO për me mrime me i konfirmu informacionet. Dhe kjo nuk është fort e mirë. Unë kam kaluar çdo limit kohor, po e kam një pyetje fundit, do doja një përgjigje sa më të shkurtër të mundesh. Thën këta dhe pasi ti the gjithë këto lidhur me grupet terroriste apo paramilitare, nuk janë më tashmë ato një rrezik potencial, se po duket sikur po dua unë tani të ngrej alarmin prap. Jo, ideja ajo çfarë qeveria Kurti ka proklamuar gjatë gjithë kohës është që lideri i grupit terrorist Milan Radojčić nuk është në Kosovë sepse është dëbu prej këtu dhe qeveria Kurti ka pas një impakt të madh në raport me to. Realisht kjo është një flusk për shkak se gjitha ulëmtimet tona na tregojnë që impakti i Milan Radojčićit është i vazhdueshëm në Kosovë, është prezent në të gjitha komunat e Kosovës me njerëz të tij, me influencën e tij politike dhe me partinë të cilën ai realisht e ka themelu, ai dhe njerëz të tjerë kanë themelu, dhe ai ka impakt direkt tek strukturat e krimit të organizuar, po edhe tek komuniteti lokal serb. E mos të harrojmë këtu që ka dhe një impakt shumë të madh në bashkëpunimin midis strukturave kriminale shqiptare të cilat në Kosovë operojnë, të cilat deri më tash nuk janë ndjek prej policisë dhe prej qeverisë Kurti, pra mos të harrojmë që partnerët e Milan Radojčićit, të cilët janë të komunitetit shqiptar, biznesmenët që kanë operuar me to, vazhdojnë me operu pa pengu në bizneset të tjera në Kosovë dhe kjo unë mendoj që është një prej dështimeve të mëdha. Shumë faleminderit.